të kenë frikën e Allahut, të kenë frikën e Allahut, të kenë frikën e Allahut. Motrat muslimane, të cilat të refuzojnë me bothmi, do të kenë llogari para Allahut azza wa jall, që këtë kërkesë nuk po plotësojnë burrave të tyre, të kenë frikën e Zotit, me pretekste dhe arsyetime të ndryshme. Hak i çdo burrit, çdo besimtarit është që me pas fëmijë me bashkëtorën e vet. Dhe këtë hak dhe këtë të drejtë, nëse një besimtare janë ndalë burrit të saj dhe e privon nga kjo e drejtë burrin e saj, me arsyetime banale, jo se është zamani i rëndë, jo se mprishën vijat e trupit, e jo se dukem kështu pastaj e thonë njerëzit kështu e ashtu, jo se na kesh dunjoja, jo se ajo kjo, vallahi ka me dhonë llogari dhe përgjegjësi para Allahut azza wa jall. Çdo burr që kërkon fëmijë nga bashortja e tij, ajo ka obligim me ia përmbush kërkesën burrit të saj. Përderisa kjo kërkesë nuk bën dhe nuk shkakton ndonjë rrezik për jetën e bashortës, që Islami ka rregulluar ato punë, po nuk ka burr besimtar që kërkon diçka të dëmshme nga bashortja e tij, dhe besimtari i urtë nuk kërkon nga bashortja e tij diçka kur ajo është në domin e bashortës së vet.